ka shumë probleme, vetëm qeveria që ndronë në këmbë. Kjo është punë e socializmit. Qeveria ka mbështetën të Europët, pas e pasat janë hajdut për vete, vjedhin për. Ke pasat deputet, bjes një takim që bërja ajo von der Leyen doli nga mbledhja, se i thotë ke vjedhto. E dyta, ky ka përkrajnë e Amerikës, se ky e shetë Shqipëri për në copa, ky e shavi u talë në Trumpin, qas i bëri, dhe kërë puna i dha gjysmën e vrorës edhe sezonin. Atë janë pika strategjike të vendit tonë. Tashi duke bërë këto gjëra, Trumpi është tregtar, nuk merret me kush vuan, do vuaj. Këta i përkrajnë gjithë jetë. Spaku që thonë juve, Spaku o zero me visht. Ata ka kryer Rama. Që shtatë Rama me Spakun. E arrestojnë Ballukur, sa zonë, kush jeti? Këta nuk, këtu asnjë gjë s'bëhet, dhe në një që arrestohet, këta çfarë bëjnë? E zjerrin gjyq. E do në 15 vjet, pastaj e bën 12, 10, 7, dhe i fut një shërbim prove edhe pa ju vjedh, pa ju marr vjedhjet. E rëndësishme është pasuria, merri pasurinë. Një gjë ka ndodhur me të gjithë dhe kështu do ndodhi. Unë kam frikë se do lirojnë dhe liron verinë edhe lekët nuk ja marrin. Kur do rrëzohet kjo qeveri dhe çfarë mund të bëjnë shqiptarët që ta rrëzojnë? Lidh me Amerikën, është në Europë, si të rrëzohet? Kush të rrëzohet? Ai ka thënë kështu, do ikë kur dua unë. Frikën e kishte nga Amerika ja shtroi rrugën si do ky, e theri atje turp. Theri atje, ai s'ka lënë gjë për Shqipëri. Atë theri në Amerikë. Ka korruptuar Rama Amerikën? Po patjetër. Po ja, me Kornigalin. Ata e dënuan të edhin, tu të ne. Është fakt.